Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim sërish ditën e sotme për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja. Ashtu si dje, do ta vazhdojmë analizën e kësaj çështje, jo më tek ngjarja, por tek fenomeni edhe më tej me avokatin Eduard Mullaraj. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit juaj. Avokat, fillimisht përpara se të kalojmë në analizë më të gjerë nga diskutimet me miq, kolegët, nga indicjet, ka diçka që keni mësuar rreth të ndjerit edhe ngjarjes së djeshme? Atëherë, ngjarja e djeshme ishte një ngjarje e çështjes pronësisë, ku familja Shkambi në vitin 1992 nëpërmjet kryetarit të bashkisë asaj kohe kishte marrë ato objektin e cila në kohën e sistemit kaluar kishte qenë një shkollë profesionale. Dhe me qëse e kishin marrë, këta do të administronin duke pretenduar që e kishin pronën e tyre. Në vitet 93, Bashkia e Shkodrës fut 30 familje atje si të pastreha brenda në këtë objekt. Aty fillon kalvari i gjatë pasaj i vështirësive dhe i konflikteve ndërmjet individit, shtetit, ishte bashkia dhe këtyre familjarëve të cilët ishin të pastre dhe nuk i la shteti në mëshirë të fatit për të më mirë, sepse shteti mund të sistemonte shumë mirë ato 30 familjet që i futi atje, dhe pastaj problemin ndërmjet objektit dhe trashëgimtarëve ose pronarëve ishte i çështje që mund të zgjidhej në procesin gjyqësor ose mund të zgjidhej me vendime qoftë të kthimit kompensimit trona ose me vendim tjetër të shpronësimit. Këtë shteti nuk e bëri për 30 vjet dhe për 30 vjet kjo çështje vajti të disa herë në objektet e sistemit drejtësisë dhe atje pastaj kalvari i gjatë i kësaj çështje arriti deri aty sa her pas here kërcënoheshin familjet, për cilat shteti gjithmonë bëhet se i shikon dhe pret kur të ndodhi ngjarja, fenomeni dhe pastaj të filloj të numëroj dhe të bëj statistikën dhe nuk arrin që t'i parandaloj këto, t'i ndërpresi këto dhe t'i japi zgjidhje oportune që në momentin e parë çështjeve të konflikteve, sidomos në Shkodër dhe pastaj kuptohet nuk do të kishim këtë problem që kemi sot dhe nuk do të diskutonim sot për jetë të humbur të një përfaqësuesi të sistemit drejtësisë dhe akoma kejte një gjyqtari i cili ishte në krye detyrës dhe humbi jetën e tij. Po në aspektin personal, diçka sot që mundet keni mësuar apo? Atëherë në aspektin profesional do të thosha që këta e kanë pasur një konflikt me gjyqtarin e para. Dhe e dyta, ana personale, qoftë e gjyqtarit për qoftë e familjarëve, ishte pak e nder kur i thonë sepse çështja do të kalonte, do të rikthehej dhe pse ishte vetëm një zbatim urdhër ekzekutimi, ishte e përbarimit procesi i djeshëm, nuk ishte një proces gjyqësor i themelit. Përsëri gjakrat ishin të ndezura, ngarkesa emocionale dhe nervore ishte mjaft e lartë dhe në këto kushte diçka po planifikoi dhe po gatuej brapa shpinës së këtij gjyqtari. Dhe arriti pikën kulminante kur u realizua në momentin e djeshëm mbas shpalljes së vendimit. Avokat, sot debati kryesor është marrë me sigurinë, pa dalë tek çështja problemi i reformës në drejtësi. Por tek siguria, KLG-ja më në fund e deklaroi që i kishin kërkuar ndihmë policisë së shtetit dhe Ministrisë së Brendshme, por ata, pra, qeveria u kishte lënë vetëm një roje tek dera, një polic. Sipas tyre kjo nuk ishte e mjaftueshme. Pra e drejtuan gishtin për këtë ngjarje nga qeveria. Atëherë, unë do të thosha shteti
dhe politika e ka lënë në mëshirë të fatit sistemin e drejtësisë, sepse nuk duan një sistem drejtësie të fortë dhe të pavarur, por duan gjithmonë vulnerabël të kërcënuar. Por duan një sistem drejtësie sa më të varur nga shteti, nga politika, me qëllim që ata ta komandojnë gjithçka. Dhe arsyeja që po të shikosh gjykata e apelit e jurisdiksionit përgjithshëm e Tiranës është një godinë që të paktën ka sa do pak dinjitet. Por të futesh për gjykata dhe tjera të rretheve vë duar të kokë dhe ikën me vrap, sepse shteti nuk i do godinat e sistemit drejtësisë që t'jenë funksionale, t'jenë moderne, bashkohore dhe me dignitet dhe me personalitet. Ne këtë e ndjejmë çdo ditë kur futemi në për gjykatat shqiptare. Njëjta gjë është edhe në gjykatën penale të shkallës parë që e kemi në Tiranë, edhe ajo lë mjaft për dëshiruar, pavarësisht se ka një pikë kontrolli në hyrje të gjykatës, por ai që do të arrijë qëllimin gjen 1000 mënyra për të realizuar qëllimin e tij, nga forma nga më ndryshme, duke korruptuar dhe personat që janë brenda atje me pretendimin se mund të fusi çantën me dokumente, dhe pasaj për të realizuar qëllimin e tij. Unë nuk jam ke kjo pjesë, unë jam ke pjesa jo e luajtjes së topit. Dhe kush e ka fajin sot e ka Ministria e Drejtësisë apo e ka Ministria e Rendit. Analiza që mendoj që duhet bërë sot është analiza e nivelit të sistemit të drejtësisë. Ku jemi ne me sistemin e drejtësisë, ku jemi ne me infrastrukturën e sistemit të drejtësisë, sepse është investuar sadopak për sistemin e drejtësisë të fushën e krimit organizuar dhe prokurorisë speciale dhe gjykatës speciale, që është GKK-ja dhe SPAK-u. Por dhe i trumbetojnë me të madhe investimin që është kryer për sa i përket prokurorisë speciale dhe gjykatës. Ndërkohë që e kanë lënë si të njerëz gjykatën dhe prokurorinë qoftë prokurorinë e shkallës parë dhe shkallës dytë, po qoftë edhe prokurorinë e përgjithshme, qoftë edhe gjykatat e niveleve të shkallës parë, në përrethe që janë një pjesë e gjykatave janë jashtë standardit. Jashtë standardit do të thosha në fushën për të futur brenda në ambientet. Pastaj jo më pasaj për të zhvilluar një proces gjyqësor të denjë, me dignitet dhe me personalitet dhe me autoritet. Kjo tregon sepse politika e mbrapsht që ka qenë për këto 35 vjet në sistemin e drejtësisë. Neve e shohim sistemin e drejtësisë, politika jonë e shef për ta mbajtur të mbërthyer në darët e veta dhe kur të doja ajo mund të bëj reforma, si të doja ajo, dhe ta komandoja ajo si të doja ajo dhe të vërë në krye të sistemit drejtësisë të vërë ata persona që do ajo. Pse e them të? Sepse sistemi drejtësisë filloi me një reformë në vitin 2013 të vettingut. Filloi me vettingun dhe ai vettingu i sistemit të drejtësisë që hoqi nga radhët e sistemit drejtësisë gati 65% të të gjithë strukturës të sistemit drejtësisë prokuror dhe gjyqtar, i mori këta dhe i futi në krau tjetër, i futi po në sistemin e drejtësisë, po në fushën e avokatisë, duke kërkuar të aprishi dhe fushën e avokatisë dhe duke shkatruar pak nga pak dhe fushën e avokatisë, me qëllim që asnjë nga strukturat ose nga degët e sistemit drejtësisë mos të ketë dignitet dhe personalitetin e dur, siç e kanë shtetet perëndimore. Por duke futur këta të cilët nuk kanë qenë pjesë e avokatisë. Gjyqtari nuk mund të bëhet kur avokat. Por për arsye të mbijetesës, për arsye të justifikimit të pasurisë që ai ka, të kapitalit që ai ka, atëherë ai ngrej një studio ligjore moderne me ato lek që i ka fituar gjatë karrierës së tij duke qenë gjyqtar dhe investon atje dhe zgjidhjen e çështjeve bën brapa perdes pastaj me kolegët e tij
që ka punuar vazhdimisht. Kjo ishte një si them një sabotim që i bëri sistemi drejtësisë ligji i vettingut, duke i hequr nga struktura atje dhe duke i futur pasaj ke struktura e avokatisë. Pjesa e dytë ka të bëj pasaj se masat e sigurisë për gjykata janë të dobta në të gjitha rrethet e Republikës. Nuk ka të bëj se është kjo gjykat apo ajo gjykat. Duke hequr vetëm prokurorinë speciale dhe gjykatën e krimeve të rënda, që ka një kontroll rigoros për sa i përket hyrjes në ato institucione dhe struktura, pjesa tjetër të lë mjaft për të dëshiruar. Neve nuk parim dot që të ndërtojmë një institucion të drejtësisë, pallatin e drejtësisë, siç ka qenë e planifikuar me kohë për të ndërtuar, ashtu siç e ka të paktën të arrim Kosova. Kosova ka një pallat drejtësie që kënaqesh kur vete dhe kur hyn ato institucione të pallatit drejtësisë të Kosovës, të Prishtinës. Ne të arrinim atë të paktën. Por as atë nuk e arrim, jemi jashtëzakonisht larg dhe me objektet e sistemit drejtësisë të Kosovës. Pa futur këtu pastaj regjistrimin e seancave dhe të tjera. Po avokat, tek kjo që ju thatë gjitha më lart, shto këtu, stoku, mbyllja e gjykatave, prokurorive, shkurtimi nga rrethet gjithë në Tiranë. Por edhe ajo e vettingu që sigurisht që qëndron e gjitha ajo që ju thatë, që po pastrohen, pra edhe media ka shërbyer si lavatriçe për t'i pastruar në shumicën e rasteve. Pra, a ka dështuar reforma në drejtësi avokat në gjykimin tuaj, apo është shumë e madhe për të thënë? Jo, atëherë unë duke parë në një kënd tjetër vështrimi, nga që e prekim me dorë për ditë sistemin e drejtësisë, unë do të thosha se ligji i vettingut u zbatuar fillimisht mjaft mirë tek ne dhe ishte më se e nevojshme dhe domosdoshme që të pastrohen nga ata gjyqtarë të cilët erdhën pa shkollë dhe u bën gjyqtar, filluan të merreshin doktoraturat në kohën kur ishin gjyqtar, doktoraturat deri në nivelet e larta profesor, dhe u bën aq të pasur sa kishe frikë të shikoje në sy ata, jo më të bëje një proces gjyqësor, sepse ata do të kërkonin gjobën menjëherë, dhe nëse nuk paguaje gjobën, nuk merrse vendimin gjyqësor. Kjo ishte e para që duhej bërë në mënyrën më urgjente të mundshme, e cila u bë, po gjatë rrugës, duke qenë një vend i vogël, edhe këtu filloi të deformohej dhe ligji i vettingut, duke i lënë disa që të militojnë të vazhdojnë akoma në sistemin e drejtësisë. Por ajo që unë e citova dhe pak më lart, që kishte të bënte me këta gjyqtarë dhe prokuror, të cilët u hoqën nga vettingu, u hoqën me një motivacion, që këta janë të padenj për të kryer detyrën në fushat përkatëse si prokuror dhe gjyqtar. Atëherë këta kur janë të padenj për të kryer detyrën e tyre si prokuror dhe gjyqtar, përse ti i fut në sistemin e drejtësisë në fushën e avokatisë? E para, e dyta, media i thërret këta sikur këta janë ekspertët e vetëm në fushën e drejtësisë. Gjyqtar dhe prokuror të cilët i ka hequr vettingu, media i promovon më shumë se çdo gjë tjetër. Atëherë, të dyja këto, po ti shohësh të një pasqyrë, thyet pasqyra, sepse nuk mund të ri ligji i vettingut dhe media e cila e promovon një që e ka hequr vettingun. Është njësoj si një hajdut, më falë për zhargonin që po përdor, së bashku me një të ndershëm. Hajdutin e promovon dhe e vë në krye dhe e pyet për gjithçka, ndërsa këtë të ndershmin, inxhinierin e ndershëm nuk e pyet dot, sepse nuk do ti ta pyesësh. Dhe nuk e promovon asnjëherë të njeriu e ndershëm. Kjo është politika që po ndihjet sot dhe në mediat shqiptare dhe lëmja për të dëshiruar dhe kjo pjesë. Duke e parë pasaj në tërësi, kuptohet që janë mjaft krenar ata që kanë dalë nga ligji i vettingut, sepse e kanë gjetur shtratin e ngrohtë përsëri ke fusha e avokatisë,
për të kryer detyrat e tyre dhe për të justifikuar kapitalet e tyre. Pra, si përfundim, ligji i vetikut nuk i goditi në themel të gjithë sistemin e drejtësisë, po e la të cunguar në mes, duke lënë në mes nuk hoqi plagës, nuk ja hoqi të gjithë pjesën e kalbur të saj, po një pjesë ja hoqi dhe një pjesë e la. Ajo pjesë që ngeli e gangrenizuar brenda, ka filluar të gangrenizojë të gjithë trupin e shëndosh të njeriut. Avokat, po për akuzat e qeverisë të opozitës, sa kanë ndikuar ose mund ndikojnë në nxitjen e veprimet atilla, por e qoftë edhe në minimin e sistemit të drejtësisë? Atëherë, siç e thash, politika në një krah e shan dhe në një krah e lavdron sistemin e drejtësisë. Të njëjtën gjë bëri dhe kryetari i opozitës, jo më larg se sa dje në mëngjes, e shau dhe nuk lë gjë pa thënë qo për prokurorinë speciale dhe qo për gjykatën speciale, dhe në orën 11 në 12 që ndodhi ngjarja pasaj, i përbetoi sikur ishte ëngjëlli i sistemit drejtësisë dhe ndonte sistemin e drejtësisë, duke folur me superlativa. Këto dy pamje ose këto dy qëndrime ekstreme të një politikani të nivelit mjaft të lartë lën mjaft dyshime pasaj, sepse tregojnë mjaft mirë që këta politikanë nuk e duan drejtësinë. Nuk e duan dhe nuk investojnë për sistemin e drejtësisë. Nuk investojnë sepse këta nuk bëjnë reformë radikale dhe të mirë fillt në sistemin e drejtësisë. Këta nuk bëjnë reformë vertikale dhe horizontale, por këta bëjnë një reformë sa për të thënë, ose kush vjen në drejtim, do të heqë, do të ndryshojë një pjesë sa do të vogël të kupolës të sistemit drejtësisë dhe pjesa tjetër që është poshtë është tërësisht e paaftë dhe mbetet ashtu siç është në gjumë dhe nuk arrin dot që të eci përpara për të ndjekur shtetet perëndimore në nivelin dhe në ngritjen profesionale të sistemit drejtësisë. Kështu që politika nuk e do të pavarur të pjesë të sistemit drejtësisë. Avokat, po fakti që jemi para ndryshimeve të kodit penal në këtë rast, çfarë mund të bëhet duke marrë spunto nga kjo ngjarje? Atëherë, kodi penal, ashtu siç është përgatitur, është një kod që edhe ai ka problematikën e vet dhe ka paaftësitë e veta brenda. Është një kod i bërë me vrap, kur i thon, jo në pas të analizës së thellë dhe dimensionale të ngjarjeve që ka Shqipëria, të problematikave që ka Shqipëria, të karakterit, formës, edukimit dhe të përbajtjes që ka populli shqiptar. Sepse çdo shtet ka karakteristikat e veta dhe në bazë të karakteristikave të veta ndërtojnë dhe ligjet. Pa jo copy-paste. Gjë e tillë është edhe kodi penal dhe kodi i procedurës penale, i cili nuk mund të fusi në burg pse s'ke paguar gjobën e makinës se të futesh në burg. Është tepër qesharake kjo. I kemi mbushur burgjet dhe po këtu paaftësia vjen gjithmonë nga politika, do të thosha, sepse politika nuk di të bëjë ekonomi, të bëjë dhe drejtësi. Nëse në politikë do të kemi njerëz të aftë dhe profesional, të cilët e duan dhe sistemin e demokracisë që të zhvillohet, të eci përpara, do zhvillohet duke i zhvilluar të gjitha rrugët që ka ajo, qoftë sistemi drejtësisë, qoftë sistemi ekonomik. Që thotë, nuk është i qëllimi kryesor i shtetit nuk është për t'i futur të gjithë në burg, për t'i bërë të gjithë me palë, por për ata që janë shkelsa, ka dhe penalitete ekonomike dhe financiare, mbi të cilat ata dëmtohen dhe e mbajnë më të mirë pasaj se çdo të thotë të shkelësh ligjin, dhe jo më t'ja ngarkosh shtetit pasaj këtë shkelës ligji që ta mbaj me bukë, me ushqim dhe me veshmadhi me gjitha atje brenda në burg. Avokate, diçka të fundit kam, me gjitha analiza që ju bët, keni shpresë që diçka mund ndryshoj? Gjithmonë shpresa vdes e fundit, dhe sigurisht që unë kam shpresë se do ndryshoj diçka,
por duke e parë në një kënd pak kritik, them se shumë pak do të ndryshoj, jo atje ku duam neve të ndryshoj, sepse niveli i politikanëve tonë nuk është një nivel demokratik dhe me një kulturë perëndimore, por është një niveli mesatar dhe këta politikanë që kemi ne nuk arrin dot që të bëjnë ligje të konkurojnë në botën perëndimore. Kështu që ne do mbetemi gjithmonë një vend që do të atreqi bota perëndimore vazhdimisht derisa në krye të vëmë njerëz me kulturë dhe me zhvillim perëndimor. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën edhe për gjitha ato që ju thatë në këtë analizë të gjerë dhe gjatë për këto probleme të sistemit të drejtësisë, ju uroj që të dëgjohen dhe të reflektojnë. Faleminderit juve për mundësi që më datë.